pak i natë, ku na veshkëmomi non-stop njejt, që gjithmonë e nisha vetin që jam motra e madhe e saj. Dhe gjithë e shonë jam motra e madhe, pse mu veshna njejt, gjithmonë nga shteki momi, vesh bluzat i njejta, pantollat i njejta. Motrën e madhe kime pas gjithmonë si bab, si vlat madh, s'po di që me ta spigu, që dhe kona e që ki gishtin kështu neve kur bëshim shana e sanë. Ajo thot se nëna e tyre, me lihatës dhe qiri, kishte qenë më shumë se nën për të dhe motrat e saj, me të cilat Dafina thot se gjithmonë kishte qenë shumë e lidhur. Me momen e kime pas relacionin gjithmonë mirë si shoqe, se ne jemi vetëm qika që i merit bashkë, që jemi shumë kleft. Ne të gjithë, po mënaj që se ka pas dikush në odhër ose në gjë, gjithmonë jemi mbledh në qikat dhe kime punu për me nimu naj investim më naj sa njoni tjetër. Tu këtë qatë të shka për shkën qenë. Jam unë që po vijë bes, pjetri që po duke qatë. Përderisa Justin Timberlake karrierën e kishte filluar gjatë shkollës fillore, Dafina Zeqiri e kishte filluar gjatë kohës sa ajo ishte në shkollë të mesme. Debutimin e parë si këngëtare, Dafina e ka bërë me këngën Harimi i dashurisë, ndërsa e njohur për publikun kosovar, ajo bë me këngën Po të shoh rallë për mall, me të cilën u prezantua në festivalin e muzikës Polifest. Ndër sukseset më të mëdha në karrierën e saj si këngëtare, përveç paraqitjes në festivalin Polifest, Dafina Zeqiri thotë se kishte qenë edhe balada Dangerous in Love, tekstin e së cilës Dafina e kishte shkruar në moshën 16 vjeçare. Dafina shkollën fillore kishte kryer në qytetin Jo në Shqip, ndërsa shkollën e mesme në Malmo, në një shkollë private të quajtur Cyber. Zeqiri thot se lënda e muzikës gjithmonë kishte qenë lënda e preferuar e saj, por që suksese kishte treguar edhe në lëndë të tjera. Lënda muzikës, natyrisht, kur përfundoj ke klasa, njerishëm ma gjatë me bendat në shkollë, dhe isa të mbyll ke shkollat totalisht për me bo muzikë, për me bo freestyle, dhe thishëm rockerat e këta, rishëm dhe 8 mbrami desat në qitëshën këta të shkollës jashtë. Kështu që u konë gjithmonë lënda e muzikës, për edhe lënda për piktore, për çdo sen që ka pas të bëj me trunin edhe me tu, që ajo ka qenë. Matematika, historia, këto me tregu si drejt, s'kan qenë shport favoriti janë jo. Edhe pse jam large nuk më sheh, s'do të tha që më imisi. Gjatë kohës sa ishte në shkollë të mesme, Dafina kishte bërë edhe paraqitjen e parë si këngëtare në Kosovë, në festivalin e muzikës Polifest. Nga kjo paraqitje, Dafina pohon se jeta e saj kishte ndryshuar plotësisht. Me tregu si drejt, nuk i kom këshyr vetën si kur super yll najsan, kur vishëm mi japshin komplimente, wow, kjo projekt ka qenë mega, diqka, ose je super yll, s'musha kur me pa vetën si kur diçka shumë ekstravagante, najsen po mënoj jashtë skenës, jashtë kamera.
gjithmonë kom pas shumë emocione në intervista, s'kom ditë me folë gjuhën shqipe mirë, hala boj gabime ka pak. Unë gjithmonë e kom